kjo na ndihmon pak ta kuptojmë pse mund të kemi arritur te ky rezultat që jemi dhe pastaj do i diskutojmë edhe divergjencat e mënyrën se si po interpretohen nga shumë kush. E para komponenta politike, pra mënyra se si ju qoset qeveria kryesisht, se këtu ka të bëjë me raportin e qeverisë me median. Pra, edhe pas publikimit të raportit është tem diskutimi, sepse shohim qeverinë që thot nuk është praktikisht sot tha zëdhënësi i qeverisë pra në detyrë, zoti Përparim Kryeziu tha nuk është se Kosova ka mungesë të lirisë së shtypit, por ai në një farë mënyrë fajsoi pastaj mediat për gjendjen cilën jemi. Pra, nëse bashkë jemi përpjek mund të ta lexoj, në Kosovë nuk ka pasur as nuk do të ketë mungesë lirisë së shtypit. Për këtë është meritore thot shoqëria. Ajo çka shohim ndër vite është rënja e standardit të mediave. Kur ky standard në rënje ballavaçohet me kundërpërgjigje si nga qytetarët ashtu edhe nga institucionet, që janë subjekte të raportimeve jo profesionale, ato cilësohen si sulme e kërcënime, që pastaj përfshihen në raporte ndërkombëtare si ky i reporterëve pa kufi. E lexova për çan krejtësisht i saktë sepse mund të keq interpretohen. E kuptoj. Ajo se çfarë ka thënë zoti Kryeziu, duhet më bëhet qartë për publikun veç një diçka. Domethënë këtu matet ambienti i të bërit gazetari dhe jo kualiteti i gazetarisë. Kualiteti i produktit gazetar i cili matet me standardet profesionale nuk është matë në këtë raport. Dhe më vjen keq që duhet ta them, po në këtë rast zoti Kryeziu nuk e ka pasur sakt qëndrimin e tij në raport me indeksimin që sot e kanë publikuar reporterët pa kufi. Nëse i shohim indikatorët një nga një dhe nisemi nga indikatori i parë që është indikatori politik, unë besoj që ky është indikatori kryesor që ka shkaktuar efektin domino në të gjithë rangimin e Kosovës në këtë indeks dhe arsyet janë këtu. Një gjuhë e ashpër antimedia që ka zhvillu qeveria në detyrë aktualisht që ishte në vitin e kaluar qeveri me funksion të plot, ka ndihmu që edhe me prodhu ligjet të cilat kanë qenë në kundërshti të plot me kushtetutën, që që kemi pa rastin e ligjit për Komisionin Pavarur për Media, i cili i ka pas dy qëllime kryesore. Qëllimin e parë ka pas me e delegitimu ose me e politizu komplet trupën rregulluese të mediave, Komisioni Pavarur për Media, dhe të dytën funksion e ka pas që ta dobësoj te i mase një autoritet vetë rregullues në Kosovë që është Këshilli i Mediave të Shkruar të Kosovës, që në kuadër të tij i ka edhe mediat online ose trajtimin e mediave online. Efekti domino, veç për ta vazhdu këto që lidhet me politikën edhe me qeverinë, është edhe te efekti ekonomik për bindjen time, për shkak se inflacioni si njëra prej goditjeve kryesore për shoqërinë e Kosovës i ka godit edhe mediat. Edhe duke qenë kështu, qeveria duhet mbahet përgjegjëse për masat që nuk i ka marrë në luftimin e inflacionit, në këtë rast edhe inflacionit që i ka prek mediat. Tutje nëse shohim çështjen e indikatorit social, ne mund të themi që edhe kemi pa në vazhdimësim praktik që gjuha që është përdorur nga ana politikanëve, kryesisht e lëvizjes vendosje, ndaj gazetarëve është repliku pastaj nga ndjekësit të tyre në media sociale dhe kjo ka bo ambientin në të bërit gazetari shumë më të vështirë për gazetarët. Mirë, a bëmë në këtë pjesë, sot Zeneli, nëse më lejon të intervenoj pak, se e kam pa dhe reagime dhe është një farë debati i vazhdueshëm që edhe eksponent për shembull të qeverisë thonë që mirë është liria e shprehjes, edhe ne mund të kritikojmë, pra ka deputet saktuar, zoti Dimal Basha më kujtu këtu, kur thotë që pse unë nuk kam të drejtë të shprehem nëse një raportim është i pasakt, është gjysmë i sakt, ose t'i bëj një farë mënyrë një kritike. Tash edhe liria e shprehjes në këtë rast i garantohet edhe një deputeti. Ju si kundërpërgjigjeni kësaj shkollët mendimit? Ideja se duhet të kritikohet secila gjë që publikohet në Kosovë, unë mendoj që është në kuadër të lirive dhe drejtave të njerëzit. Por dallon kritika e cila ka një kualifikim për të quajtur kritike mirëfillt prej një kritike e cila ka një bazë politike partijake sidomos në raport me mediat. Politikanë përgjithsisht, jo veç këta që aktualisht
normalisht janë pushtet. Po edhe ata që ishin më herët e sigurisht edhe ata që do të vinë më vonë, mediat e shohin me një dioptri interesante. Dioptrin me cilën e shohin media në ata është kjo. Nëse problemi për cilin raportojnë mediat është në kampin kundërshtar, media është e mirë. Nëse është në kampin e tyre politik, është e keqe. Dhe kjo e kemi pa në vazhdimësi që të ndru kështu që nga pas lufta në Kosovë. Edhe për te Kosovës është kjo zëtë? Edhe për te Kosovës është pas një lloj dyshimi. Për çfarë arsye mendoj që kritika politikanëve drejtu mediave nuk duhet merret seriozisht në këtë situatë. Pra, në kuptimin e mirëfillt të kritikës, normalisht që ajo pastaj shkakton efektet e veta tek qytetarët dhe ndjekësit dhe njerëzit që besojnë për një men në një pseudokritik që më shumë është propagandë e këtyre politikanëve se sa që në të vërtetë është kritike mirëfillt. Mirë, ka po ashtu sidomos vërejta për te pushtetit, le ta quajmë pushtetit në detyrë, sidomos që ta emrojmë, po shë dhe zëra kështu vetë si janë kritik, që nuk janë domosdo për krasë qeverisë, që thanë si është e mundur që në këtë rangem Kosova të vije pas Serbisë, për qoftë edhe Shqipërisë, e cila me gjithat ka të lashet, sidomos në dimensionin ekonomik dhe raportin të media, se e po ta fjallën, të raportit pushtet media, sepse pushteti ekonomik atje është nga njerë kam përshtypje nëse guxoj të unë të arrin një përfundim, që shpesher është shumë i ashpër se sa këtu në Prishtinë. Pra, si është e mundur kjo? Dhe dimensioni i dytë që u kritikua është si është e mundur që në vitin 2022, pikërisht në këtë qeveri, Kosova ishte në vendin e 56, që shënonte rritjen më të mirë historike realisht, ose rangimin më të mirë historik, ndërkohë 2 vite e gjysmë më pas ka këtë rangim. Po, ka, për mendimin tim, kam disa shpjegime për këto çështje për cilat po i diskutojmë. Së pari po e nisi me këtë pjesën e fundit që ju e thatë për vitin 2022. Vitin 2022 është vitin në cilin qeveria Kurti ka qenë në vitin e dytë qeverisë, pra 2021-ën fillim ka marrë detyrën në mars, edhe muaj të tjerë të asaj qeverie kanë vazhdu, matja është bërë deri në dhjetor. Në ndërkohë, reporterët pa kufi, indikatorët e matjes i kanë ndrru pikrish në këtë vit dhe kjo është edhe në publike, mund verifikohet prej kujdo, unë këtë e kam thonë edhe në vitin 2022. Në vitin 2022, nga 8 indikatorë që kanë pas reporterët pa kufi, matjen e kanë fuzionu në 5 indikatorë. Dhe duke i përfshi, duke i shmong disa indikatorë, ose duke mundu me i fuzionu mrana këtyne 5 indikatorëve edhe ata 3 të cilët ishin më herët, unë mendoj që këtu ka humb një pjesë të dhënave dhe realisht vendi 56 në vitin 2022 nuk e shoh real. Sepse, po me disa fakte. Shembull, njëri prej indikatorëve që kanë ndryshuar vitin 2022 është indikator që ka pas përmirësim, është indikatori ligjor. Nëse marrëm me këshyrim indikatori I ligjit, pra, asnjë ligj, asnjë rregullor e Komisionit Pavarur për Media, asnjë institucioni tjetër rregullues të mediave nuk është miratuar gjatë pjesës së parë gjatë vitit 2021 për cilën është bë publikimi në vitin 2022. Është bërë për vitin paraprak, edhe ky 2025 është për vitin 2024. Për vitin 2024, po. Tash, nëse nuk ka pas asnjë lloj ligji të ri të miratum, nuk ka pas asnjë dokument të ri të miratum nga organet rregulluese, nuk mund kjetë real lëvizja e indikatorit të legislacionit për cilin po flasim. Prandaj unë mendoj që kjo është një, po themi një gabim në përpunim të dhënave së ngjashme. Tash nëse shohim rangimin e Kosovës krahasu me vendet e rajonit, sidomos Shqipërinë dhe Serbinë që po merren si çështje të krahasimit në Kosovë. Unë mendoj që së pari më shqetësuese në rast se Kosova duhet ishte vetë rangimi se sa krahasimi me vendet e tjera, cilat do qufshin ato në këtë situatë edhe me Serbinë. Por përtej saj, unë mendoj që këtu, nëse i përmenëm disa prej fakteve, është kogja sfiduese mënyra se si gazetarët kanë punu në vitin e fundit. Kujtojmë që përveç që kemi pas sulme fizike ndaj gazetarëve, kemi pas në vazhdimsi sulme verbale, kemi pa qytetarë të cilët janë duke u procedu në gjykatat të Kosovës për shkak të gjuhës së urrëties dhe kërcënimeve që kanë bën në rrjetet sociale ndaj gazetarëve, dhe ky numër fatkeqësisht është duke u rrit.
Dhe po ashtu, kemi pas raste ku qeveria Kosovës përmes ligjit për Komisionin Pavarur për Media ka tentuar me ndryshu komplet mënyrën se si është organizuese, arkitektura, se si është ruajtur, le të themi për vite, liria e shprehjes në rastin e Kosovës. Tutje, çfarë është e rëndësishme, na kemi pas gazetarë të cilit i është gjetë një përgjus në vetur, që asnjëherë më herët në Kosovë nuk ka bova ki. Masej, kemi... RTK-ja, ka qenë edhe subjekt i... Po, kemi edhe RTK-n, e cila nuk është se edhe nga qeverit tjera televizioni publik është përdorur për përhapjet propagandës, mirë me vesh. Por RTK-ja, gjatë kësaj periudhe për të thënë po folim, është hera parë kur është përdorur kundër mediave tjera. E kjo paraqet një risi në rastin se si është trajtu televizioni publik në këtë situatë. Këto janë vetëm disa prej çështjeve që unë besoj që e kanë rangu Kosovën keq. Tash, unë në mes të një gazetari që ka jetu dhe punu në Kosovë gjatë vitit 2024 dhe ka dhënë përgjigje për reporterët pa kufi në pyetësurin e tyre, edhe një politikani që flet për lirinë e gazetarit, unë më shumë jam i prirur t'i besoj gazetarit, për faktin se këtu po flasim për lirinë e medias, për lirinë e gazetarëve, jo për atë se si politikanët shohin lirinë e gazetarëve, sepse kjo ka një dallim është sikur të më pyesësh mua si e shohun lirinë e politikanëve në Kosovë, ose le të themi pagën e politikanëve në Kosovë dhe t'i pyetës politikanët. Çfarë mendojnë ata për të hyrat që i kanë, a janë të mjaftueshme, as janë të mjaftueshme. Është e njëjta gjë. Prandaj, nëse flasim për këtë rangim, unë mendoj që është shqetësues në rastin e Kosovës, sot na kemi pa një gatishmëri që është për mua shumë e rëndësishme, të Asociacionit Gazetarëve të Kosovës, i cili ka bërë thirrje me u themelu një trup nacionale në përmirësimin e këtij rangimi, me deklarimet publike që i pashtë zotit Rexha që është kryetari i bordit. Vetë për te i kësaj pastaj Gjemal Rexha u sulmua, le të themi, pothuajse nga shumë deputet edhe për këtë gjëpatje dhe reagime edhe europiane. Unë besoj që pa drejtësisht u sulmua, sepse në deklarimin e tij zoti Rexha u shfaq po ashtu i shqetësuar për rangimin e Kosovës në këtë nivel të lirisë së shprehjes dhe ofroi gjithë kapacitetet e organizatës që udhëheq në shërbim të institucioneve që të bëjnë hapat e duhur për të përmirësuar gjendjen e lirisë së shprehjes në Kosovë. Prandaj, tu e pas parasysh këtë gatishmëri të shprehur në mënyrë publike, unë mendoj që sulmi më pastajshëm që u bë zotit Rexha është absolutisht i pavend. Mirë, ty pyes se besoj është mirë t'i shushitim ca gjëra këtu në këtë raportin nga njerë kompleks mes medias dhe pushtetit sidomos. Tani çdo herë kur dolin kësi lloj raportesh, vijnë nga pushteti pikpyetje hartusit, por për te kësaj diskutohet se sa ka pas pjefjolla fake news, dezinformata, që nuk është se nuk kanë ekzistuar këto vite, kjo është e vërtet. Por si antipoda, mund t'i përdorësh pikërisht në një rast të tillë? Në fakt, nëse shohim atë se kush gjeneron dezinformata në Kosovë, gjenerojnë kryesisht faqe të cilat nuk kanë adresa në internet. Njerëz të cilët kanë fituar shkallësi të ngjashme me gazetarët në shkrim, dhe nuk janë gazetar. Tash, pyetja është çysh me dallu publiku që është gazetar. Në fakt, dallohet për nga qëllimi që ka teksti, qëllimi që ka përmbajtja mediale. Gazetari në çdo herë sa raporton synon të vërtetën. Ai mund të bëjë gabime gjatë raportimit, gjë për të cilën ka procedura, masaj mbrana redaksisë në të cilat kërkohet falje dhe jepet sqarimi i nevojshëm. Kemi qindra raste që bëjnë vaki brenda mediave tona, ku mediat korrigjojnë vetveten. Mirë po, unë pajtohem që është bëhe vështirë, sidomos për publikun i cili nuk është se ka një edukim të mirëfillt për median, ta dalloj kush është prodhuesi i vërtet i lajmeve dhe kush prodhon dezinformata. Por një teknikë thjesht është, ndoshta kjo më shumë për publikun, nuk po flasim më për profesionistë e medias, është nëse në një tekst, në një video, në një përmbajtje gjeni veten plotësisht brenda saj, duke thënë bashkë çështu është, bashkë atëherë duhet mund dalë me mendu nëse në të vërtetë na jena brenda një rrëfimi të rrem ose brenda një rrëfimi i cili është i kornizuar për të na mbush mendjen në drejtim të një çështje të caktuar. Mirë, kur i merr gjitha këto komponentet realisht për ju,
të